Periudha historike që jetoi Imam Kadhimi, paqja qoftë mbi të, përbën mejdanin më kryesor të historisë së Beni Abbasitëve. Po ashtu, ajo ka qenë periudha më e vështirë për Ehli Bejtin, paqja qoftë mbi ta. Abbasitët e ndiqnin gjenezën e Ali ibn Ebi Talibit, paqja qoftë mbi të, dhe dashamirësit e tyre në çdo vend dhe krahin. Ata vunë në dispozicion shumë të mëdha parash dhe ndihmesa për të zhdukur Alevit dhe për vrasjen e udhëheqësve të tyre për shkak të frikës që ndjenin prej revolucioneve të tyre dhe pozitës që mbanin në vetat e posaçme dhe në ato të përgjithshme të ymetit. Kjo periudhë u mbush me ndodhira të rrezikshme, siç ishin revolucionet, burgimet, ndjekjet dhe vrasjet që i bëheshin familjes së Aliut, paqja qoftë mbi të. Kjo periudhë ka qenë periudhë e padrejtësisë për sa i përket anës politike, ku në shoqëri u përhapën terrorizmi, vrasje me dyshime dhe akuza të kota. Beni Abbasitët, së bashku me ndjekësit e tyre, u fuqizuan në udhëheqje, në drejtim, në gjykim. Nuk interesoheshin për krahinën dhe për nderin e njerëzve, derisa burgjet, rrahjet, vrasjet u bën gjëra të zakonshme,